Përshëndetje, dëgjues të dashur, sot do t'ju tregoj një histori që ndoshta do t'ju lërë pa fjalë. Një histori dashurie të fshehtë që zgjati 45 vite midis një gruaje të martuar dhe shokut më të ngushtë të bashkëshortit të saj. Një sekret që jetoi në heshtje midis letrave të djegura, syve që s'mund të takoheshin gjatë dhe zemrave që nuk u ndan kurrë, pavarësisht gjithçkaje. Në një qytet të vogël ku të gjithë njihnin njëri tjetrin, ajo quhej Mira. Një grua që dukej e qetë, e përkushtuar dhe e dashur me familjen. Por pas atij buzëqeshje fshihej një dashuri e ndaluar. Një dashuri që nisi si miqësi, u bë zjarr dhe mbeti plagë për dekada të tëra. Askush nuk e dinte se çdo herë që burri i saj ngrinte dolli me mikun e tij të ngushtë, ajo shikonte në heshtje njeriun që i kishte vjedhur shpirtin. Dhe tani, në moshën e pleqërisë, kur të dy janë gati të përballen me fundin e jetës, e vërteta del në dritë, fillimi i një dashurie që s'duhej të ndodhte, në verën e vitit 1979. Në një lagje të qetë të Tiranës, Mira ishte vetëm 23 vjeçe kur u martua me Petritin, një djalë i mirë, punëtor dhe i respektuar në zonë. Dasma e tyre u bë në oborrin e shtëpisë së vjetër, me muzikë popullore, ver të kuqe dhe shumë të ftuar. Në atë ditë, të gjithë thoshin se ajo kishte gjetur burrin e ëndrave, të qetë, të kujdesshëm dhe të përkushtuar. Askush se dinte se fatin e saj do ta ndryshonte një tjetër burr, miku më i ngushtë i Petritit, ai quhej Arben. Ishte shoku i fëmijërisë së Petritit, kishin ndarë gjithçka bashkë, bukën, shkollën dhe vitet e rinisë. Kur Petriti u martua, Arbeni ishte dëshmitari i tij, ai që i mbajti kurorën dhe i uroi, të qoftë e bardhë, vëlla. Ta ruaj Zoti gruan e bukur që ke. Por ndoshta Zoti kishte plane të tjera, sepse që nga ajo ditë, sytë e Mirës dhe të Arbenit u takuan më shumë se duhej. Ishte një shikim i shkurtër, por i ngrohtë, i ndaluar, një ndjesi që asnjëri s'e pranoi, por as se harroi vitet e para. Jeta e Mirës ecën si e çdo gruaje të zakonshme të kohës. Ajo kujdesej për shtëpinë, qepte, rrinte me vjehrën dhe çdo të diel priste miqtë e burrit për një kafe. Arbeni vinte gjithmonë. Sillte ëmbëlsira, fliste me të gjithë, por çdo herë që i zinte syt me Mirën, ndodhte diçka që s'mund të shpjegohej me fjalë. Një heshtje e thellë, një rrahje e fshehtë zemre, një ndjenjë që përvëlonte pa zë, një mbrëmje, kur burrat po pinin raki në obor dhe gratë po pastronin tavolinën, Arbeni ju afrua Mirës në kuzhinë, do të ndihmoj pak, i tha me zë të ulët. Ajo qeshi me ndrojtje, por syt nuk ja ktheu, nuk ke pse. S'është e hijshme të shohim këtu. S'më intereson çfarë mendojnë të tjerët, u përgjigj ai. Nuk është mëkat të ndihmosh dikë që të pëlqen. Ato fjalë i mbetën në zemër për ne të tëra. Nuk ishin fjalë të zakonshme. Ishin fillimi i një zjarri që do t'i diqte të dy për 45 vite rresht, një takim i padashur. Pas disa muajsh, Mira nisi të ndjente një boshllëk. Petriti ishte gjithnjë i zënë me punë, i ftohtë, i lodhur. Ajo e donte, por dashuria mes tyre ishte kthyer në zakon, në detyrim, jo më në ndjenjë. Ndërsa Arbeni, çdo herë që e shihte, i fliste me ngrohtësi, me kujdes, me atë butësi që ajo se ndjente më prej burrit të saj. Një ditë, ai e takoi rastësisht në treg. Ajo po mbante një thes me fruta, dhe ai i doli përballë, të ndihmoj ta mbash. Jo, faleminderit. Do flasin njerëzit. Le të flasin, s'mund të flasin më shumë se ne e dim. Në atë moment, ajo ndjeu një lëkundje brenda vetes, si një dorë që i preku shpirtin. Ai i mori thesin dhe ecën pranë saj deri në fund të rrugës. Nuk folën më, por çdo hap ishte një rrëfim i fshehtë, letra që s'u dërgua kurrë. Atë natë, Mira mori një letër dhe nisi të shkruaj: Arben, nuk e di çfarë po ndodh me mua. Kur më sheh, më duket sikur koha ndalet. Kam frikë nga kjo ndjenjë, por edhe nuk dua ta shuaj. Nëse më lexon ndonjëherë, dije që të mendoj më shumë se duhet. Por ajo letër nuk shkoi kurrë. E dogji para mëngjesit me lot në sy. Ishte hera e parë që qau për diçka që se kishte bërë, vitet rrjedhin, ndjenjat mbeten, koha kaloi. Arbeni u martua, pati 2 fëmijë, ashtu si Mira.
por sytë e tyre kërkoheshin në çdo dasmë, në çdo mort, në çdo gëzim apo pikëllim ku takoheshin. Kur s'folën hapur, kur s'u prekën më tepër se duhej, por dashuria e tyre ishte aty e gjallë si një plagë që nuk mbyllet dot. Në çdo fotografi të vjetër të familjes, Arbeni dallohej gjithmonë në sfond i buzëqeshur, me një shikim që vetëm Mira e kuptonte. Dhe ajo, çdo herë që shite burrin e saj, ndjente faj. Por edhe dhimbje. Sepse dashuria më e madhe e jetës së saj ishte e ndaluar, e fshehtë, e përjetshme, vitet e ndalimit dhe rikthimit të ndjenjave, pas vitit 1990, gjithçka ndryshoi. Shqipëria nisi të hapte kufijt, njerëzit u shpërndan nëpër botë dhe bashkë me to u larguan edhe kujtimet. Arbeni ishte një nga të parët që mori rrugën për Itali. Tha se do shkonte për punë, por në të vërtetë ikte edhe për t'u larguar nga diçka që se kontrollonte dot, ndjenjat për Mirën. Në stacionin e trenit, para se të nisej, Petriti e shoqëroi deri në autobus. Mira rrinte pak më tutje, me një shall të bardhë në duar. Nuk guxoi t'i afrohej, por sytë e saj nuk u ndan nga ai derisa autobusi u zhduk në kthes. Arbeni e pa nga xhami dhe bëri një gjest të vogël me dorë, thuajse të padukshëm, por ajo e pa. Dhe e mbajti mend për gjithë jetën, letra nga larg, muajt e parë pa të qenë një mallkim. Mira e ndiqte me mendje çdo ditë, çdo mëngjes, çdo zhurmëdere. Çdo herë që dikush trokiste, zemra i rrinte fort. Një mbrëmje, në post i erdhi një letër. Nuk kishte as emër, as adresë, vetëm një copë letër e verdhë ku shkruaj, nuk dita të them lam të mirë. Kam frikë se nëse do ta bëja, do kthehesha, mos më haro, edhe pse bota do të ndryshoj. Ajo e lexoi me duar që i dridheshin. E futi në një kuti druri bashkë me fotografinë e dasmës së saj, një ironi e heshtur që do ta ndiqte për vite. Fëmijët u rritën, por zemra mbeti e njëjtë, koha shkoi, fëmijët e saj u rritën, u martuan dhe shtëpia mbeti e qetë. Petriti kishte filluar të bëhej më i ashpër, më i mbyllur. Flinte pak, pinte shpesh dhe nuk e shite më Mirën si dikur. Ishte si dy të huaj në një çati, një mbrëmje, teksa po pastronte bibliotekën, Mira gjeti një album të vjetër. Midis fotografive të dasmave, gëzimeve e pushimeve, ishte edhe një foto e harruar, ajo dhe Arbeni në një dasmë të motrës së Petritit, vite më parë. Ajo ishte e qeshur, ai e shikonte. Vetëm ajo e kuptonte atë shikim. Lotët i rëshitën pa zhurmë mbi faqe, takimi pas 20 vitesh, ishte vera e vitit 2010. Një ditë, ndërsa po ecte në rrugën kryesore të qytetit, dëgjoi një zë që i ngriti gjithë trupin. Mira u kthye. Ishte ai. Arbeni. Tashmë flokët i kishte të thinjura, por syt ishin po ata, të ngrohtë, të thellë, të butë, ajo se besonte. Qëndruan për disa sekonda pa folur. Njerëzit kalonin, por për ta, koha ishte ndalur. Je e njëjta, i tha ai më në fund. Jo, i buzëqeshi ajo me dhimbje, asgjë s'është njësoj. Vetëm ajo ndjenja, shtoi ai, ajo s'ka ndryshuar. U ulën në një stol, nën hijen e një peme. Nuk kishte më pasion, nuk kishte më frikë, kishte vetëm qetësi. Ai i tregoi se ishte kthyer përfundimisht. Se ishte veç, se jeta nuk i kishte dhënë asgjë që ta mbushte boshllukun e brendshëm. Ajo i tregoi se burri i saj ishte sëmur, se kujdesej për të çdo ditë, edhe pse mes tyre s'kishte më dashuri, vetëm kujtesë, e mendon ndonjëherë se si do të ishte po të ishim bashkë. Pyeti ai, e mendoj çdo natë, tha ajo me zë të ulët. Por ndoshta po të ishim bashkë, s'do të zgjaste kaq shumë. Ndoshta kjo është arsyeja pse zgjati 45 vite. Sepse kur s'ishte e lejuar. Sekreti që askush se mësoi, takimet e tyre pas asaj dite u bën të rralla, të heshtura. Një kafe në park, një ecje e shkurtër në mbrëmje, gjithmonë me frikën e syve që mund t'i shihnin. Asnjë fjalë për më shumë, asnjë prekje e tepërt, vetëm dashuri e heshtur, ajo që nuk kërkon trup, por kujtim. Në një nga takimet e fundit, ai i dha një letër, nëse ndonjëherë s'do të jem më, hap këtë.
Ajo nuk pranoi ta merrte, por ai ja futi në çantë. Disa vite më vonë, Arbeni ndroi jetë, Mira, tashmë në pleqëri, e hapi letrën. Nuk të mora kurrë, por të pata gjithmonë. Asnjë grua tjetër s'më deshi si ti. Dhe unë s'munda kurrë të doja dikë tjetër. Faleminderit që më mbajte gjallë me heshtjen tënde. Ajo e mbylli letrën, e vendosi mbi fotografi dhe qau. Për dashurinë që nuk guxoi të jetonte, por që zgjati gjithë jetën. Vitet e ndalimit dhe rikthimit të ndjenjave, pas vitit 1990, gjithçka ndryshoi. Shqipëria nisi të hapte kufit, njerëzit u shpërndan nëpër botë dhe bashkë me to u larguan edhe kujtimet. Arbeni ishte një nga të parët që mori rrugën për Itali. Tha se do shkonte për punë, por në të vërtetë ikte edhe për t'u larguar nga diçka që se kontrollonte dot, ndjenjat për mirën. Në stacionin e trenit, para se të nisej, Petriti e shoqëroi deri në autobus. Mira rrinte pak më tutje, me një shall të bardhë në duar. Nuk guxoi t'i afrohej, por sytë e saj nuk u ndan nga ai derisa autobusi u zhduk në kthes. Arbeni e pa nga xhami dhe bëri një gjest të vogël me dorë. Thuajse të padukshëm, por ajo e pa. Dhe e mbajti mend për gjithë jetën, letra nga larg, muajt e parë pa të qenë një mallkim. Mira e ndiqte me mendje çdo ditë, çdo mëngjes, çdo shrumdere. Çdo herë që dikush trokiste, zemra i rrite fort. Një mbrëmje, në post i erdhi një letër. Nuk kishte as emër, as adresë, vetëm një copë letër e verdhë ku shkruaj, nuk dita të them lam të mirë. Kam frikë se nëse do ta bëja, do kthehesha, mos më haro, edhe pse bota do të ndryshoj. Ajo e lexoi me duar që i dridheshin. E futi në një kuti druri bashkë me fotografinë e dasmës së saj, një ironi e heshtur që do ta ndiqte për vite, fëmijët u rritën. Por zemra mbeti e njëjtë, koha shkoi, fëmijët e saj u rritën, u martuan dhe shtëpia mbeti e qetë. Petriti kishte filluar të bëhej më i ashpër, më i mbyllur. Flinte pak, pinte shpesh dhe nuk e shite më mirën si dikur. Ishte si dy të huaj në një çati, një mbrëmje, teksa po pastronte bibliotekën, Mira gjeti një album të vjetër. Midis fotografive të dasmave, gëzimeve e pushimeve, ishte edhe një foto e harruar, ajo dhe Arbeni në një dasmë të motrës së Petritit, vite më parë. Ajo ishte e qeshur, ai e shikonte. Vetëm ajo e kuptonte atë shikim. Lotët i rëshitën pa zhurmë mbi faqe, takimi pas 20 vitesh, ishte vera e vitit 2010. Një ditë, ndërsa po ecte në rrugën kryesore të qytetit, dëgjoi një zë që i ngriti gjithë trupin. Mira u kthye. Ishte ai, Arbeni. Tashmë flokët i kishte të thinjura, por sytë ishin po ata, të ngrohtë, të thellë, të butë, ajo se besonte. Qëndruan për disa sekonda pa folur. Njerëzit kalonin, por për ta, koha ishte ndalur. Je e njëjta, i tha ai më në fund. Jo, i buzëqeshi ajo me dhimbje, asgjë s'është njësoj. Vetëm ajo ndjenja, shtoi ai, ajo s'ka ndryshuar. U ulën në një stol, në hijen e një peme. Nuk kishte më pasion, nuk kishte më frikë, kishte vetëm qetësi. Ai i tregoi se ishte kthyer përfundimisht, se ishte veç. Se jeta nuk i kishte dhënë asgjë që ta mbushte boshllukun e brendshëm. Ajo i tregoi se burri i saj ishte sëmur, se kujdesej për të çdo ditë, edhe pse mes tyre s'kishte më dashuri, vetëm kujtesë, e mendon ndonjëherë se si do të ishte po të ishim bashkë. Pyeti ai, e mendoj çdo natë, tha ajo me zë të ulët. Por ndoshta po të ishim bashkë, s'do të zgjaste kaq shumë. Ndoshta kjo është arsyeja pse zgjati 45 vite. Sepse kur s'ishte e lejuar. Sekreti që askush se mësoi, takimet e tyre pas asaj dite u bën të rralla, të heshtura. Një kafe në park, një ecje e shkurtër në mbrëmje, gjithmonë me frikën e syve që mund t'i shihnin. Asnjë fjalë për më shumë, asnjë prekje e tepërt, vetëm dashuri e heshtur, ajo që nuk kërkon trup, por kujtim. Në një nga takimet e fundit, ai i dha një letër, nëse ndonjëherë s'do të jem më, hap këtë.
Ajo nuk pranoi ta merrte, por ai ja futi në çantë. Disa vite më vonë, Arbeni ndroi jetë, Mira, tashmë në pleqëri, e hapi letrën. Nuk të mora kurrë, por të pata gjithmonë. Asnjë grua tjetër s'më deshi si ti. Dhe unë s'munda kurrë të doja ditë tjetër. Faleminderit që më mbajte gjallë me heshtjen tënde. Ajo e mbylli letrën, e vendosi mbi fotografi dhe qau. Për dashurinë që nuk guxoi të jetonte, por që zgjati gjithë jetën. Zbulimi që tronditi një jetë të tërë, ishin kaluar gati 2 vite nga vdekja e Arbenit. Mira tashmë ishte 68 vjeçe, me flokë të bardhë dhe me duar që i dridheshin lehtë sa herë që prekte letrën e tij. Jetonte me kujtimet, me heshtjen, me fajin. Dhe me një burr që mezi lëvizte nga shtrati. Petriti, pas një sëmundjeje të gjatë, e kishte humbur pjesën më të madhe të kujtesës, por disa copëza të së shkuarës ende i rrinin të ngulitura thellë, në një pasditë vjeshte, ndërsa ajo po pastronte sirtaret e vjetër. Petriti e thirri me zë të dobët, Mira. Çfarë janë këto fotografi? Ajo ngriti kokën. Në duart e tij ishte albumi i vjetër i familjes, ai që përmbante fotografinë me Arbenin në dasmë. Për një çast, ju erësuan sytë. Zemra i rahu fort, janë të vjetra, Petrit. Kujtime të rinis. Ai heshti për pak, duke e shikuar me sy të lagur, Ky nuk është Arbeni. Ajo ndjeu fjalën po në buzë, por nuk e nxori dot, është shoku yt i ngushtë. E di, u përgjigj ai me një buzëqeshje të hidhur. Por pse sytë e tu në foto janë të mbushur me dritë vetëm kur e sheh atë? Fjalët i pren frymën. Nuk e priste, jo në atë moshë, jo nga një njeri që e kishte dashur për kaq gjatë. Ajo ul pranë tij, me duar që i dridheshin, dhe për herë të parë në jetën e saj, vendosi të mos gënjej më, sepse Petrit. Ndoshta ai ishte dashuria që nuk më takonte. Ai e pa për disa sekonda pa folur. Nuk kishte më forcë për zemërim, as për urrejtje. Vetëm trishtim, sa kohë? Pyeti me zë të mekur, një jetë, u përgjigj ajo duke qarë. Por asnjëherë nuk ndodhi asgjë. Vetëm ndjenja. Në atë moment, lotët i rëshitën Petritit në faqe, e dija. E kam ditur gjithmonë, tha me zë të thyrë. Çdo herë që vinte, ti ndryshoje frymëmarrjen. Çdo herë që largohej, ti bëheshe e heshtur. Ai mori frymë thellë, si për herë të fundit, dhe shtoi, ndoshta s'kam qenë kurrë njeriu që duhej për ty, por faleminderit që nuk e braktise asnjëherë këtë shtëpi. As mua. Ajo e përqafoi, e mbështeti kokën në gjoksin e tij dhe qau gjatë, për gjithçka që kishin humbur, për gjithçka që s'kishin guxuar të jetonin. Dritarja e fundit, në ditët që pasuan, Petriti u dobësua shumë. Një mëngjes, kur Mira u zgjua, e gjeti të qetë, me një buzëqeshje të lehtë në buzë. Në duar mbante fotografinë e dasmës, atë të një kohe që kishte kaluar me dinitet, por jo pa plagë. Ajo kuptoi se ndoshta ai e kishte falur. Ose ndoshta kishte gjetur paqe. Dhe për herë të parë në shumë vite, Mira nuk ndjeu më frikë. Vizita në Varrezë, disa javë më vonë, Mira shkoi në varrezat e qytetit. Një lule për Petritin, një për Arbenin. I vuri pranë njëra tjetrës, si 2 pjesë të një jete që s'u takuan kurrë, ju desha të dy, pëshpëriti ajo. Njërin me detyrim, tjetrin me shpirt. Dhe në fund, ndoshta ju desha njësoj, secilin në mënyrën e tij. Era e ftohtë i përkëdheli fytyrën, dhe për një çast ju duk sikur dëgjoi një zë burri që i thoshte, tani mund të jemi të lirë, Mira. Ajo mbylli sytë dhe buzëqeshi. Zemra e saj kishte mbajtur një dashuri për 45 vite, një dashuri që s'u shua as me kohën, as me ndarjen, as me vdekjen. Sepse disa dashuri nuk kërkojnë trup, as emër. Vetëm kujtim. Rrëfimi që se priti askush, ishin kaluar 2 vite nga vdekja e Petritit. Mira tashmë jetonte vetëm, në shtëpinë e vjetër ku çdo më mbante një kujtim. Zërat e fëmijëve ishin larg, jeta kishte ndryshuar, por në atë heshtje të butë, ajo ndjente një qetësi që nuk e kishte pasur kurrë më parë. Nuk kishte më frikë,
as për të folur, as për të kujtuar. Një pasdite dimri, mbesa e saj, Elira, vajza e djalit të madh, erdhi ta vizitonte. Ishte një vajzë 25 vjeçare, me sytë dhe ngrohtë si të mirës në rini. Ishte gazetare, kurioze, e ndjeshme dhe kishte një dashuri të madhe për gjyshen e saj. Gjyshja ime e fortë, i tha duke e përqafuar, dua të shkruaj një reportazh për dashuritë e harruara. Më trego, ke pasur ndonjë sekret në jetën tënde? Mira qeshi lehtë, por pastaj heshti gjallë. Ishte hera e parë që dikush i kërkonte ta rrëfente shpirtin. Zemra i rahu fort. Shikoj nga dritarja, pastaj e mori mbesën për dorë, po, kam një sekret, bia ime. Një që më ka ndjekur për 45 vite. Ndoshta është koha ta them. Elira ndezi regjistruesin, por Mira e ndaloi, jo për gazet. Vetëm për ty kjo është histori që s'duhet të botohet, por duhet të kujtohet. Rrëfimi fillon me zë të butë, Mira nisi të tregoj gjithçka, dasmën, mikun e burrit, ndjenjen që s'duhej të ndodhte, letrat, vitet e ndarjes, takimin e fundit dhe zbulimin e Petritit. Sa më shumë fliste, aq më shumë zëri i dridhej, por çdo fjalë e çlironte. Ishte sikur po nxirrte një barë që e kishte mbajtur në shpirt për gjysmë shekulli. Kur përfundoi, Elira kishte lot në sy, gjyshja. Kjo është dashuria më e dhimbshme që kam dëgjuar ndonjëherë. Pse siku? Pse nuk jetove me të? Mira buzëqeshi me një trishtim të butë, sepse në kohën tonë, dashuria nuk mjaftonte për të qenë e drejtë. Duhej nderi, duhej emri, duhej heshtja. Dhe ndoshta, bia ime, dashuria që nuk jetohet. Është ajo që s'vdes kurrë. Letra e fundit, Mira i dha mbesës kutinë e vogël prej druri ku mbante fotografinë e Arbenit dhe letrën e tij. Kur të mos jem më, hap këtë. Dhe nëse ndonjëherë dashuron dikë që s'mund ta kesh, mos bëj si unë. Zgjidh jetën, jo frikën. Elira e përqafoi fort, nuk do ta harroj kurrë, gjyshe. Të betohem. Mbrëmja e qetë, atë natë, Mira ndezi qirinjt pranë dritares dhe shikoi qiellin. Ishte e qetë. E dinte që fundi ishte afër, por s'kishte më peshë në shpirt, në heshtje, i foli vetes, ndoshta tani do ta takoj, atje ku askush s'na ndalon më. Dhe kur mëngjesi erdhi, mbesa e gjeti gjyshen të ulur në koltuk, me duart e mbledhura mbi letër dhe me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë. Në sytë e saj të mbyllur dukej qetësia e dikujt që më në fund e kishte gjetur dashurinë e humbur. Elira e mbajti premtimin. Nuk botoi historinë. Por çdo vit në të njëjtën datë vendoste 2 buqeta lulesh në Varreza, një për gjyshen, një për burrin që e deshi në heshtje për 45 vite. Letra që s'u duhej më askujt, kaluan edhe disa javë. Jetët e tyre po ndryshonin me ritmin e fundit të stinëve. Mira e ndjente trupin e saj të lodhur, frymëmarrjen më të rëndë, por shpirti i saj ishte i qetë. Për herë të parë pas dekadash, nuk kishte më frikë nga e vërteta. Tani që gjithçka ishte zbuluar, asgjë s'mund ta dëmtonte më, një pasdite, ndërsa dielli i ftohtë i dimrit binte mbi dritaren e vogël të shtëpisë, ajo mori një kuti të vjetër druri nga dollapi. Brenda kishte letra, foto të zbehura dhe kujtime që i kishin mbajtur gjallë për vite. Çdo letër mbante erën e atyre ditëve të fshehta, çdo fjalë ishte si një rrahje zemre e mbetur pezull në kohë. E mori letrën e parë, atë të vitit 1979, kur gjithçka kishte nisur. Mira, mos më shiko më ashtu. Nuk mund ta përballoj me atë shikim që më djeg shpirtin. Po ta dija se dashuria do të ishte kaq e rëndë, do të kisha ikur atë ditë që të pash me fustanin blu. Në fytyrën e saj, ndërsa lexonte, rridhnin lot të qetë, nuk ishte faji yt, as imi, përshpëriti ajo me zë të ulët. Ishte faji i jetës që s'na lejoi të jemi bashkë. Në atë çast dera u hap. Ishte Petro, i sëmur, por ende i fortë në shpirt, ende i lexon ato letra. Pyeti ai me një buzëqeshje të lodhur, po, dua t'i djeg, Petro. Dua të mos ketë më sekrete, jo, mos i djeg, i tha ai. Lëri aty që dikush të kujtoj se dashuria s'është mëkat, por ndonjëherë dënim, ajo e pa në sy, e përqafuan njëri tjetrin gjatë,
me një dashuri që nuk kishte më trup, por vetëm shpirt. Ishte një përqafim që fliste për gjithçka që s'kishin thënë dot në 45 vite. Të nesërmen, Mira u zgjua herët. Përdori të gjithë forcën që i kishte mbetur për të dalë në kopshtin pas shtëpisë. Aty, në mpemën e vjetër të kumbullës. Varosi kutin me letra, tani mund të pushosh, tha ajo me një zë të butë. Dashuria jon ka vendin e vet, midis rënjëve që kur s'do të thahen. Disa ditë më vonë, ajo u shua në gjumë, me një buzëqeshje të lehtë. Petro, vetëm pak muaj më vonë, ndoqi të njëjtën rrugë, kur njerëzit e fshatit folën për ta, thoshin vetëm kaq, ishin miq të vjetër, gjithmonë pranë njëri tjetrit. Askush se mori vesh kur se nën hijen e atij miqësie, fshihej një dashuri që kishte mbjetuar kohën, moralin dhe vdekjen. Kutia që zbuloi gjithçka, kishin kaluar pothuajse 5 vjet që kur Mira dhe Petro ishin larguar nga kjo botë. Fshati i vogël në jug, ku jeta dukej gjithmonë e njëjtë, e kishte harruar ngadalë historinë e tyre. Njerëzit i kujtonin si dy të moshuar të qetë, që rinin çdo pasdite në verandë dhe flisnin për kohët e vjetra. Askush se dinte se çfarë kishte jetuar mes tyre. Askush, deri atë ditë kur mbesa e Mirës, Elira, erdhi për të pastruar shtëpinë e vjetër të gjyshes. Ajo ishte 27 vjeçe, gazetare në Tiranë, dhe kishte ardhur për të kaluar fundjavën. Shtëpia mbante ende erën e librave të vjetër, të trëndafilave të thatë dhe të një kohe që s'kthehej më. Ndërsa pastronte në obor, Elira pa diçka të çuditshme, një copë drue ngritur pak mbi tokë, nën kumbullën e vjetër. Kur filloi të gërmonte, dora i goditi diçka të fortë. Ishte një kuti druri, e mbështjell me letër të zverdhur. Kur e hapi, gjeti 10 letra të lidhura me një fjongo blu. Në njërin prej tyre shkruhej: nëse ndonjëherë kjo dashuri zbulohet, mos e gjykoni. Lexoni dhe kuptoni se ne thjesht deshëm të jetonim. Zemra e Elirës i u mbush me kurreshtje. I lexoi të gjitha, një nga një, dhe çdo letër i dukej si një roman i ndaluar. Ishin letra të nënshkruara nga P, shkruar me dorë burrërore, me mall, me dhembje, me pasion. Ato rrëfenin një dashuri që kishte nisur në rininë e hershme dhe kishte vazhduar fshehur për 45 vite. Në fillim ajo s'besonte dot. Gjyshja ime? Një dashuri e tillë? Por sa më shumë lexonte, aq më tepër ndjente tronditje dhe respekt. Nuk ishte një histori tradhtie, siç mund të mendonin të tjerët. Ishte një histori dashurie të ndaluar, e mbajtur gjallë vetëm me fjalë, kujtime dhe heshtje. Në njërin nga letrat e fundit, Petro kishte shkruar: nëse një ditë dikush i lexon këto letra, do të kuptojë që dashuria s'duhet gjykuar me moral, por me ndjenjë. Ne se tradhtuam askënd, vetëm jetën që s'na la bashkë. Elira mbylli kutinë dhe qëndroi gjatë në heshtje. Një erë e butë lëvizi degët e kumbullës mbi kokën e saj. Ndjeu sikur shpirtrat e Mirës dhe Petros ishin aty. Duke e parë atë natë, në ditarin e saj shkroi: dashuria nuk ka moshë, nuk ka rregulla dhe nuk vdes me trupin. Nganjëherë fshihet në heshtje për dekada dhe del në dritë vetëm kur dikush ka guximin ta lexojë. Kur iku nga fshati, Elira mori me vete vetëm një letër. E tjerat i la sërish aty në kutinë e drurit poshtë kumbullës, sepse kuptoi se disa dashuri janë të shenjta dhe duhen lënë aty ku u varrosen, mes kujtimeve që frymojnë edhe pas vdekjes. Dashuria që u bë libër, kaluan disa muaj që nga dita kur Elira gjeti kutinë nën kumbullën e vjetër. Që atëherë, asgjë s'ishte më njësoj për të. Sa herë që shite një çift të moshuar që ecte dorë për dorë, mendonte për Mirën dhe Petron, për atë dashuri që kishte mbjetuar gjithçka, edhe heshtjen. Në Tiranë, ajo filloi të shkruante. Në fillim, veç si një mënyrë për të shfryrë emocionin, për të përjetësuar ndjenjat që i kishin mbetur në shpirt. Por sa më shumë shkruante, aq më shumë historia merrte formë, aq më shumë kuptonte se nuk ishte thjesht historia e dy njerëzve të ndaluar të dashuroheshin, ishte historia e një brezi të tërë, që kishte jetuar me rregulla, me frikë, me detyrime dhe me dashuri të pashprehura. Libri u quajt Letra nën kumbullën e vjetër. Në kopertinë, Elira vendosi një foto të zbeth të gjyshes së saj, të buzëqeshur, dhe një fjongo blu, si ajo që lidhte letrat.
Nuk përmendi kur emrat e vërtet, por kush e njeh të mirën, e kuptoi menjëherë. Libri u botua një pranverë më vonë dhe brenda pak javësh u kthye në një sensacion. Gratë e moshuara në fshatra flisnin për të fshehurat e tyre. Burrat që kishin heshtur gjithë jetën filluan të rrëfenin dashuritë që kishin humbur. Një profesor i letërsisë madje e quajti librin një monument për dashuritë që nuk patën guximin të jetojnë. Elira mori qindra mesazhe nga lexues që i thoshin se historia e Mirës dhe Petros i kishte bërë të qanin, por edhe t'i falnin vetes dashuritë e fshehta të së kaluarës. Një grua i shkroi: "Faleminderit që tregove historinë e saj. Edhe unë kam dashur dik për 30 vite dhe si a thash kurrë. Tani ndjej sikur më është falur." Në ditën e promovimit të librit, Elira mbajti një fjalim të shkurtër: "Kjo nuk është një histori tradhtie, por një histori e dashurisë që guxoi të jetojë në heshtje. Nganjëherë, dashuritë më të pastra janë ato që s'mund të jetojnë hapur. Dhe në fund, nuk rëndon sa vite jeton, por sa thellë dashuron." Pas disa ditësh, ajo u kthye sërish në fshat. U ul nën kumbullën e vjetër, në të njëjtin vend ku gjyshja kishte varrosur kutinë. Ndjeu një erë të lehtë, si një frym që i kaloi pranë. "Ja ku është historia jote, gjyshe", përshpëriti me zë të dridhur. "Tani të gjithë e dinë që dashuria jote s'ka qenë mëkat. Ka qenë poezi." Një petal kumbulle ra ngadalë mbi dorën e saj. Elira e mbajti, e futi në libër si shenjë leximi dhe u ngrit për t'u larguar. Dielli po perëndonte dhe drita e artë binte mbi valin e Mirës. Në gurin e thjeshtë, dikush kishte gdhendur një fjali që askush se dinte kush e kishte shkruar: "Aty ku mbaron jeta, fillon dashuria." Dhe ndoshta, vërtet, aty nën kumbullën e vjetër, dashuria e tyre ende frymonte, e qetë, e pastër, e përjetshme.